Përpara kërkoja miq fëmijët me redaktonin në shkrimet që bëja për shembull. Në shqip ose në anglisht ose në gjuhë tjetër. Tani jap një çaboti dhe me redakton vet, po. Kjo ka humbur pastaj kontaktin me mikun tim ose mikeshët e mia, thotë lutem më bën, ata pinë një kafe, kam këtë argument, kam këtë shkrim për ta redaktuar, mund të më bësh. E bëjnë shumë mirë dhe tani humbet kafja, sepse kam në 5 minuta atë çfarë duhet. Pra, në qoftë se ne e përdorim shumë, Parë në një këndvështrim tjetër, me miqtë e tu mund të dalësh vetëm për kafe dhe punën po e bën inteligjenca artificiale. Po, e vërtet. Por gjithmonë mund të jetë shkas puna për të takuar tjetrin. Në qoftë se unë vazhdoj të rrinë në dhomën time, sepse gjithçka i bën inteligjenca artificiale, unë humb pastaj dëshirën për të takuar tjetrin. Edhe kur papa thotë keni kujdes për që mos krijoni dashurit tuaj virtual, kjo është qëllimi, që nëse unë krijoj gjithçka në virtualisht, çfarë nevojë kam për të takuar tjetrin? Ne kemi edhe nevojë për të takuar tjetrin. Jo nevojë materiale ose diçka, por kemi nevojë efektive.